Sa kushton të shkosh në Mekë? Këtë vit për shumë është diku te 6.000 euro, në mos gaboj. 6.000 Po, euro? 6.000 euro. Sigur që duhet të kesh dhe financa tjera, sepse ka gjëra për shumë që ti do ushqesh jashtë, pra nuk kap dot orarit e hotelet. Hotelet varet janë pak larg. Ka momente që taksit të vinë dhe vonë, nuk gjen taksi, ka një trafik, ka një mbingarkesë, nga fundi haxhit ata fillojnë dhe i heqin mjetet, edhe autobusët kryesisht lënë. Pra ti je detyruar që të hash jashtë ose të jesh rreth zonës së Mekës. Haxhi ka vuajtje dhe sfida shumë të mëdha. Nuk është domethënë kaq i lehtë. Pse? Për moshën e madhe. Çfarë sakrificash të duhet të bësh? Ti duhet të kuptosh që në një temperaturë 40 gradë, një moshuar nuk e ka komode të udhtoj 30 minuta tiki, 30 minuta të kthehet. Pastaj në momentin që ti do bësh ritualet e haxhit, do shkosh në Mina, do jesh në Arafat, sigurisht që atje në komplet në një hapësirë vetëm çadër. Edhe temperatura është shumë e lartë, okay, ka dhe kondicioner përgjithsisht, por prapë është e papërballueshme. E bën të pamundur për trupin, sidomos për ne që vim nga Europa, është çike vështirë.